për ato 100 euro. Kjo është pyetja. Jo, s'ka ndodhur kjo. Ka ndodhur kjo? Jo. Zotri Nuk ka Kraki. asnjë rast ku shteti i Kosovës ja ka refuzuar një banori serb të Kosovës të drejtat sociale, përfitimet për cilat ka drejt një shqiptar. Nuk ka gjasa kjo më ndodh. As ka qenë kur, as politika Albin Kurtit, as nuk guxon me qenë politikë, sepse është e kundërta asaj që Albin Kurti e projekton si vizion politik. Nuk ka ndasi etnike në trajtimin e njerëzve banorëve. A mund të jetë kryeministri i mirë Kurti edhe për serbët? Absolutisht. Ky ka dyshime. Kryeministri ka dyshime sepse ka qenë besimtar shumë i madh i Kurtit në fillim. Shikoni, çdo kryeministri i duhet infrastrukturë funksionale shtetërore. Që me mujt me i dërgu, e tham, përmendat ndimat apo shtesat për fëmijë. Ato mund, ju me ndima do një me mojt njerëzit, apo? Jo, edhe në Luksemburg ka ndima për fëmijë. Fqitje mentore, Luksemburg ka nivelin më të lartë në Evropë për kapita, për kokë banore, ka ndima dhe aty zotë më tonë. Edhe për pleqet e popullin 21, popullin ju e mani me ndima. Jo. Një fëmijë, shikoni, e thash edhe një ditë, diku tjetër. Deri në vitin 1936, Francë nuk ka pas pushime me pagesë. 36 ka ndodhur një greve madhe, e cila ka vetë histori. Me jobe shumë valide, për gjeni me krahasime të shkojnë kërkun. Krijimi i sistemit. Në 36 francezët kanë fituar 2 javë pushime me pagesë. Unë po duam me besu që kështisht nuk është informuar. Nuk ka qenë kozgjatja pushimit lajm. Nuk mund më bëj diskriminim. Përfitimin i drejtë të re. M'fal. E cila është bërë normë dhe është garantuar me ligj. Zoti Kraku. Tash kanë presion që nuk e di a është e mundshme. Në kuptimin e funksionimit shtetit që dikush mu përjashtu pej këtyne ndihmave. Është e pamundshme. Unë nuk po besoj që është e mundshme. Nuk është e mundshme. Falve. 100%. Tash ju obligoni me qitë argumentet. Pra dhe kunder. Unë nuk besoj që mund mu diskriminu dikush në Republikë Kosovë. Por, zoti Kraku, lejnë ndihmat, lejnë diskriminimin, ose pozitiv ose negativ, të regom të mua cila është politika shtetnore, cila o politika qeverisë Kosovës për verinë e Kosovës. Që kjo na intereson. Politika për verinë e Kosovës është politikë. Po absolutisht. Leonën sociale, është kalu faza e mira është që është kalu e faza e rikthimit të kësaj pjese. Çka keni me bota, me verinë? Me verinë duke të investime, trajtim normal të veriut, si pjesë e Kosovës. Pa ata i kanë, Kosova e ka të obligime ndërkombëtare për drejta shtesë që ju i dini cilat janë. Çka ju mungon nga të njerëzve? Unë nuk e di çka ju mungon aty. A mundeni sonte këtu? Unë çka kanë shkuar Republika e Kosovës, cilat janë vendime ndërkombëtare. Shikoni, nuk mundet me pas vendim politik me kriju diçka për cilën askush mundet me dëshmu nevojë. Nuk mundet, se roka asnjë shkencë politike këto. Serbët lokal, serbët Kosovës, në veri apo në Graçanic, apo në Vetërnik, ku do të qofshin, apo në Vëbërd. Nëse dikush më thot sot, cila e drejt ju mungon serbët Kosovës në Kosovë, unë nesër me protestë dal në Prishtinë përpara qeverisë. Edhe e kërkoja drejt. Hajde të ma gjenë dikush një drejt që ju mungon. Edhe na po organizohemi gjithë po e sigurojmë atë drejt. Po ju ja fjallën. Hajde të ma gjeni. Kjo është veç propaganda. Disa drejta ju mungojnë serbë. Cilat? Jo s'është propaganda të dikështë. 5.000 pronat e serbëve. Po ajo është çështje teknike, ato sqarohen në shtetin e Kosovës. Ato sqarohen. 5.000 pronat. Po nuk ka nevojë për një drejt nivel republikan për me marrë një livadë ose një shtëpi. Edhe qytetarët në veriu e vendit 80% nga ata janë në buxhetin e shtetit të Serbisë. Janë veç me bërthën në Kosovë dhe ajo është problemi juaj. Ju doni me dreq veriun e Kosovës, nuk keni marrëdhëniet me kryetarët e komunave. Sa erdhen ata? Çka do të bëni ju? Ata duhet me ndru qasje. Me aeroplanat, me gjuri burratat. Unë s'mund të kem marrëdhënie normale me një kryetar i cili e ka program politik me sjell ushtri serbe në Mitrovic ose në Prishtinë. Edhe ne flasim. Ata duhet me ndru. Ne flasim sipas kushtetutës. Po, okay.